Ka njerëz që ditën e nisin me zhurmën e qytetit. Haki Behrami nga Skëndera e nis me aromën e tokës. Mes pemëve dhe serave që rrethojnë shtëpinë e tij, nis historia e Haki Behramit, një bujk që hapat e parë në bujqësi hodhi me dëshirën për të jetuar nga puna e tokës. Po përpara, na kemi filluar dikon 2010 me dreza, do vite kena punu me dreza, njëherë me 5 ari dreza kena fillu. Tani i kena bo 25 ari dreza, në 2016 tani fitova grandin për Ministrisë Bujqësisë, edhe vazhdum tani me sera ma shumë, kështu që i kem ndru kulturat, kena punu, ama prej fillimit me bujqësi që shtu jena mu. Dua të ndalim pak tek dreza, ti përmendet që ka qenë kultura fillestare. Më trego pak se çu ka qenë për ty ato fillimet, derisa ndoshta ke qenë i ri edhe në fush, nuk e pas shumë njohuri, sa ke pas ndoshta sfida në çat periudhë, derisa ke marrë dorën pak a shumë e mandesat numëron një numër shumë të madh të serave për cilën të flasim mandej. Po normal, në fillim janë vështërsitë shumë të mëdha, për shkak se nuk e njeh as në kulturën e drezës, as në asnjë bime. Domethënë ti përpara kena mjell, po një sasi shumë të vogël, kur është sasia shumë e vogël, është makallaj mirëmbajtja, mbikëqyrja krejt, kur e ki sasin shumë më të madhe, normal që ndryshojnë, do të përkujdesja shumë më e madhe, edhe sfidat janë kohë shumë të mëdha, edhe përpara nuk kena pas ndihmën e shtetit, edhe atëherë u kanë shumë vështirë me arrit vetë, me menaxhu për shembull investimet zvetanake, krejt ato janë më vështirë. Tani kur e patëm përkrajen për Ministrisë Bujqësisë, e patëm shumë ma lehtë, edhe arritëm me punu pak ma lehtë, me zhvillu pak ma shumë bujqësinë. Sot serat që rrethojnë shtëpinë e tij janë më shumë se një vend pune. Ato janë dëshmi e përkushtimit dhe punës së palodhur ndër vite. Mas pari tani kur kena vazhdu apet me drezë, vazhdu në sera, një në sera këm pas dreza, tani me speca, me domate, me trangu, me gjitha kulturat një mundu ka pak, po tash për shkak të fuqisë punëtore kena ndryshu tani kulturat. Tash jena ma shumë me speca, me pjepër, edhe me domate më largu se pak dën punë pak ma shumë, angazhim pak ma të madh, edhe tash kryesisht jam me speca edhe me pjepra. Edhe lakna salatës gjatë dimnit, pi kultivoj ka pak që shtu. Ky 6 mujor që i parë, të themi nderuam, më trego se si ka qenë për juve si bujq, sepse ka pas raste që ka pas edhe ankesa për bujqeve të tjerë, po për ty ndoshta si ka shku ky fillim, ky vit deri tash, gjysma e vitit pothuajse jemi tash. Po ankesat gjithmonë ka ankesa ndryshme, tash mvaret për çka, e kupton. Po nëse del kvalitet, nëse ki kvalitet në produkt, nuk jetë pa ushqit, po nëse kvaliteti është i dobët, normal që aja ndikon edhe në rendimente, në shitje, gjithë çka tani shkujnë ato rend me rend, tash ankesat bëhet ndryshme, apo kupton. Po edhe tregu, din me të ndeshku tregu ka njerë, për shembull kur po ka shumë që po hin importe prej jashtit, atëherë normal ato po e pengojnë tregun vendor. Po kur ka mungesë, edhe me pas atë treg të jashtit është në rregull, po kur ka prodhim të lartë në Kosovë, për shembull, kur ka, normal është mirë edhe shteti me aqit një taks, për shembull, produkteve që që prodhohen në Kosovë, kur ka me shumicë që prodhojnë, tani me na mojë çmimin pak stabil. Po kupton se çmimi nuk rrin gjithë stabil, nëse ka shumë prodhim që hin prej jashtit, edhe këtu vendore tani po ka probleme. Janë 4 sera ka 4 dhjetari gjithsej. Dhe sa trupa fidan ka në një serë? Njërën serë është 6500 fidane të speca, e njërën serë i mjelli pak ma vën për shkak të fuqisë punëtore, se me dalë krejt për njëherë është vështirë mi menaxhu. Ato i mjelli edhe 3000 fidane të speca, dikun edhe një 1000 janë pjeprit mrena, edhe jashtë i kam një 15 pjepra, ata jashtë janë, edhe aty janë dikun 2000 fidane, qështu. Tash na jemi veç në sezonën ku po besoj toka është punohet, puna juaj si bujk është intensive, më tregon tash rreth procesit të punës në këtë periudhë të vitit. Çka të pret ty deri në kohën e shtatorit edhe kur të janë gatshme specat pastaj për treg? Po tash kena fillu me sumbur, tash për momentit ma shumë është e vjelja, po kupton? Mirëmbajtja, largimi i barujave ndryshme,
edhe mbikëqyrja, ujitja është pak më e madhe, tash do të më kushtu rëndësi se temperaturat janë më të larta, duhet ujitje pak më e madhe, edhe duhet tash më u bon kur të fillon temperatura me arrit 34 gradë, 35 deri 40, atëherë ti duhet më bëj hezimin e serave, për arsye se nëse ka temperaturë të lartë mbi 40 gradë, atëherë ka probleme mrena, fillojnë lulet me i shkput, më kpute më ranë tuk, edhe fillon me të mbaru prodhimi. Edhe për atë arsye du të mja u bon edhe hezimin e serave. Kur flasim tash për pjesën e ujitjes, që përmend edhe vetë, po besoj vetë serat e kanë atë sistemin e ujitjes, i keni sera i plotson kushtet e nevojshme që bima në këtë rast rritet, si është atë? Sa ke investu ti si bojkin këtë aspekt? Po sera tash e kanë ujitjen pikë-pikë, kështu që ato ujiten vetë-vetiu, domethënë vetëm ti ja kushton kohën e caktuar sa do mja u lanë, edhe sa të është mjaftueshëm, varet prej temperaturave. Tash nëse janë temperaturat e larta, ujitja duhet me ka pak më e madhe. Edhe e kontrollon, nëse ka, edhe varet edhe prej tokës, se ka do toka që dojnë ujitjet më të madhe, do e mbajnë lagështin pak më shumë, kështu që varet krejt prej temperaturave dhe prej tokës. E pam që kur hynë brenda, temperatura brenda është shumë e lartë. A ka ndonjë themi mesatare të temperaturës që ato mundën me qëndru, a ka ndaj numër? Po nuk është mirë të bima, aja ty duket që s'pi ban kur gja, po si të kalon 20 gradësh, më thonë, aja atë fillon tani me humbë, mas shumë të humbë fidan, dhe më thonë lullën e humbë, tani edhe prodhimi bjen, dhe më thonë prej temperaturës të lartë. Nuk u që ti prish krejt, apo kupton, po shkakton dëmet mëdha në rendiment. Rendimenti nuk ta jep tani të mirë. Fillon me ta përfundu rendimentin. Ti vetë thu çka po bëhet, qysh po do më harxhu, do më produkti. Dhe pastaj kushtet atmosferike, në rast se ka një rëbesh me shi, mundet me pas dëme, a ka pas raste të tilla, edhe pse janë sera. Po, vetëm nëse është breshër. Po, në këtë rast. Breshër i madh, po. A ke pas në një rast? Po, në një rast. Kur, në cilin vet? Që shumë duket në vitin 2017, na pas një rast breshë shumë i madh, edhe ma ka pa dëmtu folin përmbi edhe ju në konë tani elshejke ujt ka pak, e më ka duf me ndru tani mas 2 vjetë, se nuk bajke mos elshejke ujt. Qatë vetë u konë një dam i madh, u konë breshën shumë i madh, një herë më kanë të udhë kjo. Brenda tyre kultivohen kultura të ndryshme, ndër të cilat speci dhe pjepri. Këto kultura kërkojnë kujdes të vazhdueshëm nga mbjellja deri te vjelja. Çdo rresht në këto sera është rezultati i punës së përditshme dhe përvojës së fituar ndër vite, duke e shndruar këtë hapësirë familjare në një vend ku përkushtimi ndaj tokës sjell rezultate konkrete. Mas pari modulet i blejna, unë për veti kultivoj edhe fidanin. Edhe mas pari i blejna modulet, i blejna farnat, hibridet gjitha, i blejna dheun, me kohë i mirë, edhe i vendosëm farat, e ujitëm, do të mja bo temperaturën e mirë, për me bi, kur të binë tani do të mi trajtu kundër smundjeve, kundër tharjeve, kundër vazhdojnë ato procedurat. Masa ndej tani mbjellëm, kur të mbjellëm tani që të me ko për kujdes jam shumë e madhe, për shkak se kur e mbjellëm na, unë e ku mbjellëm me 29 mars, në atë kuj temperaturat ju në konë shumë të luhatshme, sidomos në natë u konë shumë e ftëft, gjithë natë. Përpara në ndodhë që kena pas një javë ditë ftëft, po tani ndryshejke, si vjetë me mujtë tërë, u konë temperatura e ftëft natën. Për atë arsye, na u duft shumë bikëqyrja, u kena bodhi folim mrenda serës, edhe plus e këmë pas edhe në zemjen, kur u bëjke një temperaturë pak ma ekstreme, edhe duhet ujitja me ka shumë me kontrolu me ujit vetëm me nëgjes, se nëse ujiti mbromje, kur janë temperaturat e natës të ftëfta, minus, ose diçka, atëherë bimen mas shumë të dëmtoj qashtu. Dikush që nuk e din, shumë e dëmtën bimen nëse ujit mbromje, për shkak se edhe temperatura e ftëft, edhe ujitja mbromje, aja din me po pastaj mundet më bodhe ngritës në këtë rast. Normal, edhe me dëmtu. Për që të arsye, mas vështirë është fillimet e bimës, derisa të dilsh në prodhim. Kur dilsh në prodhim, tani është ma letë me mirë mbajt. Po të më thotë ti merë ku dikun 2 muaj e gjysë 3 maksimumi, derisa dilsh në prodhim. Edhe tash për që ta 2 muaj e gjysë 3, duhet të më thonë
non-stop kontroll intensiv, duhet me i nejt afër, jo mu largu prej sera, duhet non-stop me ja kontrollu temperaturën, se po nëse temperatura fillon me kohë e ullt, edhe nuk është e mbulune mirë, atëherë fillojnë me pas shumë probleme. Edhe tani te lagështia e ajrit, edhe kjo ka rëndësi shumë të madhe, se lagështia e ajrit duhet me konë në standardi, ajrusja duhet me konë shumë e mirë, se fillon kalbëzimi, ka smundje të ndryshme, është shumë vështirë derisa del prodhim. Diçka varet pak prej kushteve Krejt atmosferike, për kushte, puna detirtohet ndoshta prej asaj pjese. A mas shumë të kushtet atmosferike bojnë dëme shumë mëdha. Edhe shumë kush plot e shoh që i dëmtojnë vetë, domethënë për mos kujdesi. Frytet e punës së tij nuk shihen vetëm në serat e mbushura me prodhem. Ato pasqyrohen edhe në rrugëtimin që ka ndërtuar ndër vite hapas hapi. Përveç sfidave, po besoj suksesi më i madh është për juve kur i shisni ato. Pastaj kur do delni në treg në këtë rast edhe i shisni ato ndoshta edhe tek vendasit këto ndoshta edhe më gjerë. Më trego pak për këtë pjesën e tregut, qysh po funksionon tash me rritjen e çmimeve, gjithçka ka ndryshuar po besoj. Është afektu kjo edhe te ju si bojk? Po rritja e çmimeve ka pas, po tash kur dalim na në prodhim, na vendur, tani çmimet bien. Apo kupton se në kohën normal kur është janari, shkurti, marsi, ato çmimet janë të larta në çdo vend, se nuk prodhimi është shumë i mangët. E kur dalim na bien çmimet, për momentin janë të mira, po me javë këtu ndryshon. Apo kupton, edhe ju vetë e shihni në treg që ndryshojnë çmimet. Sa është kilogrami sot? Për momentin është 2 euro. 2 euro shkon kilogrami. Për moment me shumicë. Me shumicë. Po sot që kesh i dërgua, më treguan që ka fillu me radhë, domethënë. 1 euro 80, 1 euro 70, po thuj tash ka fillu me radhë, kur të fillon me radhë shkon tu radhë, po kupton, çdo herë. Për në anën tjetër, përveç çmimeve që përmendëm, nganjëherë ju si bojk edhe ju kalkuloni ato, e t'ja qet një gjapsin që thonë në gjuhën popullore, a ka qenë, nëse mund më tregu cila ka qenë ajo shifra ma e madhe që ke mujt me përfitu, ose me fitu për brenda një viti, cili do vit që ka qenë ai, edhe që jek ndaj i kënaqur, e ke thonë që po ky vit ka qenë i suksesshëm. Sepse fundit përpara për gjithë punojnë. Ton po qërën na arrim se menon dikush që edhe fitimet janë mëdha. Normal që këtu me fitun ashta fitojmë, po shumë ka shpenzime. Shpenzimet janë shumë të larta. Ti shumë ki me shpenzu, tash për shembull 20 arit ti du të më shtinja 6.000 euro. As nuk e di sa e merr ti aty, sa merr tani, sa shitet. Ti ato tuat ki më shti, ato parë, tani ki me vazhdu sa po fiton. Edhe tash kur ti kalkuloj shpenzimet, dërgesat, ato krejt qarkullimi që abohet, në fund, normal që nështë atjet një rrugë e dinitetshme të Kosovës, po ju ma shumë që shmenon ndikosh që shumë po fitujnë, apo kupton? Neve na duket që ashtu, po nuk është e vërtet që menon ndikosh që shumë fitujnë me sejra. Dikush sa dojnë 30.000 euro, 20.000 euro në vetë po flasë. Po, varet ti tash sa ki vend, nëse ki vend shumë, të i fiton, po shpenzimet prap të rritën ty. Sa ma shumë hapësirë që ki, tani fuqia punëtorët, ti du me pagu punëtorët, tash punëtorët janë shumë shtrejt, tash nuk u si përpara që i kanë pagu shumë lirë, edhe janë çdo sen që ki ma shumë apet shpenzimet rritën, kështu që s'po tham që nuk ka fitim, nuk ka perspektivë, po ju që shmendoj njerëz që fitimet janë maramenca, po kupton, ju ashtu. Pa varësisht sa rritën çmimet. Atëherë një mesatare, na tregot, paktën tash da dinë edhe shikues sepse gjithmonë që të po ndodh ai konflikti, dikush po thotë fitoj 20.000, dikush po ande ku po mbetet ajo barazia te bujqet. Po s'mon e din asnjë vet, çdo vet ndryshon prej vitit. Edhe çore, tash nëse ful me shifra, tash po keq kuptohen njerëz. Dikush po thotë jo, s'është e vërtetë se ka plot bujq, apo kupton si merrem me këtë lami. Tash ai baki fiton më shumë se on ose më pak se on. E thotë ky po gënjen, apo kupton, mendjes po presin me bë komente ndryshme. Për atë arsye nuk mund të alloni shifër veç për këtë arsye që po keq përdoren fjalitë e njerëzve. Nuk është që nuk po du me tregu në ty, as me mojnë shef, që privat kallëzoj pa problem. Mes rreshtave të gjelbër në sera, përveç specit, Akiu kultivon edhe pieprin. Kjo është një kulturë që kërkon kujdes të veçantë, por që sipas tij e shpërblen mundin me cilësi dhe shije të veçantë. Ky sezon shënon edhe herën e parë që ai po e provon kultivimin e kësaj kulture. Piepret janë 3 llojet. Janë
do që qohen o do janë që nuk qohen. Ata që nuk qohen janë pjepra të lagt, ka di lloj ananasit, këto dyja që qohen është një i terën dhe një është gjysmë i terën. Domethënë 3 llojet janë. Edhe ka kërkesa për ta. Çmimi kilogrami nuk i ndal hala, nuk e dim sa. Këtë vit që pritën me dalën një javë maksimum. Është hera e parë këtë vit. Po, më sera po, s'kam provu asnjëherë. Krejt në fund, gyrbetin a e ke provu apo veç ke vendosur me qëndru këtu pranë bimëve, pranë kultivimit të perimeve? Edhe don apo je ardashës i Kosovës? Tregona pak më shumë. Po tregoj edhe pse jam hjek viza tash më shku, më kanë thirrë se kam vllazni jashtë të mbutra shumë. Po nuk asnjëherë më kanë thirrë, më kanë ftuar, po edhe nuk po kam ku, po tregoj drejt për shkak të angazhimit shumë dhe për të ncera, edhe hala s'kam mujt më shku. Po mendoj mos po moj më shku si vjet, pak veç më vizitua, jo asnjëherë më shkua me nejt atje as mendja nuk më shkon se un kam qef kur i shoh njerëz që janë suksesshëm në Kosovë. Jo kur i shoh se atje jashtë normal që janë pak kushtet ndoshta më përshtatshme, po në Kosovë është diqysh e ki vullnetin më të mirë, është vendi yt, e ki rrethin tane, flet me njerëz, komunikon, është gjuha ju të vendi yt, unë për veti nuk e ndroj me asnjë vend tjetër. Mbi të gjitha, është vullneti ai që e ka shtyer Haki Beramin të ecë drejt suksesit. Ai thotë se synon ta zgjeroj edhe më tej veprimtarinë e tij bujqësore, duke sfiduar veten me kultura të reja dhe duke tentuar të kultivoj edhe produkte që ndoshta nuk janë të zakonshme për kushtet e Kosovës, por që ja vlen të provohen si mundësi. Kjo është historia e suksesshme e Haki Beramit nga Skënderaj, një bujk i ri në moshë me ambicie të mëdha dhe vizion për një të ardhme më të mirë për veten dhe familjen e tij.